Showbizi shqiptar është të përfshirë sërish nga një lajm që ka tronditur publikun dhe ka ndezur rrjetet sociale. Këtë herë në qendër të vëmendjes janë Klea Huta dhe Elgit Doda, një ndër çiftet më të dashura të viteve të fundit. Pas shumë vitesh bashk, dashuri, projekte të përbashkëta dhe një familje që duke e përkryer, duket se mes tyre ka ardhur fundi. Lajmi ka bërë bujë të madhe, duke sjell reagime të shumta dhe komente pafundme nga fansat që nuk e kanë pritur as pak këtë ndarje. Sipas informacioneve të fundit të publikuara në emisionin MCN, gazetari Elton Tozaj ka zbuluar se Klea dhe Elgjiti nuk janë më bashkë prej disa javësh, dhe se shkak për këtë ndarje mund të jetë bërë një vajzë nga Lushnja, me të cilën Elgjiti thuhet se ka nisur një lidhje të re. Edhe pse lajmi nuk është konfirmuar zyrtarisht nga asnjëri prej tyre, gjurmët e para të kësaj ftohjeje janë të dukshme. Faqet e tyre në rrjetet sociale nuk përmbajnë më asnjë foto të përbashkët, duke i dhënë fund çdo kujtimi virtual që i lidhte si çift. Fansat të habitur dhe të trishtuar kanë vënë re edhe ndryshime në mënyrën se si të dy silen në publik. Klea ka zgjedhur të ruaj heshtjen, duke u fokusuar tek puna dhe djali i tyre, ndërsa Elgjiti është parë më aktiv në studio, por edhe më i rezervuar në deklaratat e tij. Burime pranë miqve të çiftit tregojnë se tensionet kanë nisur prej muajsh për shkak të mungesës së kohë dhe lodhjes nga presioni i jetës publike. Thuhet se Klea ka tentuar disa herë të shpëtojë marrëdhënien, por distanca emocionale mes tyre ishte bërë shumë e madhe. Ndarja e tyre ka tronditur publikun edhe për faktin se Klea dhe Elgjiti ishin simbol i dashurisë moderne shqiptare. Ata bashkëpunuan në muzikë, në televizion dhe ndanin shpesh me fansat momente familjare të mbushura me dashuri dhe pozitivitet. Pothuajse çdo paraqitje e tyre shoqërohej me fjalë të ëmbla për njëri tjetrin, gjë që e bënte të vështirë për publikun të besonte se mes tyre mund të kishte